Sot mbyllim sezonin e parë artistik në Teatrin Migjeni, ku gjatë kësaj periudhe jemi shumë të kënaqur me performancën dhe rezultatin e Teatrit Migjeni. Kemi realizuar 73 shfaqje, ku e liston Teatrin Migjeni në vitet më të mira në numrin e shfaqjeve. Ndër këto 73 shfaqje, 5 janë premiera të Teatrit Migjeni, 4 premierë artistike, 1 premierë shfaqje për fëmijë dhe festivali i gjimnazeve, ku kanë qenë pjesëmarrëse 8 gjimnaze me 8 shfaqje të ndryshme pjesëmarrëse në këtë festival. Po ashtu, në këto 73 shfaqje, ka qenë dhe shfaqje për fëmijë offline për një ditë, ku në festivalin 1001 dritare ka fituar çmimin special, tematika më mirë dhe regjia më mirë nga mjeshtra e madhe Dranë Xhai. Numri i spektatorëve në Teatrin Migjeni në sezonin e parë artistik ka qenë rreth 20.000. Unë kam dëshirë që t'jetë edhe më i lartë edhe ftoj publikun shkodran që të vinë në teatr, teatri ju pret. Do kemi një sezon të dytë të ngjeshur dhe të ngarkuar me aktivitete dhe shfaqje. Me njëherë në gusht fillojmë 3 shfaqje njëkohësisht, ku është një bashkëprodhim me Teatrin Kombëtar Eksperimental, me regji të Dinos, veprën 1984, dhe me një shfaqje tjetër me regji të Bezbi Trakut, po ashtu dhe një varieté që publiku shkodran i dënë mas shumëti, një premier estrad në regjinë e Zëredin Doklis. Pastaj do vazhdojmë përsëri me një premier tjetër, një teatr kukullash, do rikthejmë përsëri për fëmijët e qytetit teatrin e kukullave, ku në tetor do jetë premiera. Sigurisht që do kemi Xhexho Fest gjatë shtatorit, në nëntor do kemi festivalin mbarkombëtar të humorit që këtë vit është në një format tjetër me 8 shfaqje pjesëmarrëse nga 8 qytete të ndryshme dhe një format shumë i bukur i komedisë, edhe qyteti Shkodrës do kthehet në një qytet kombëtar të komedisë për ato ditë. Dhe në fund sigurisht që do kemi dhe varieté në fund vitit që është bërë karakteristike në Teatrin Migjeni.